Foshnja një muajsh është pacientja më e vogël e shtrirë në Spitalin e Mushkrive Kozle, ndërsa aktualisht janë të hospitalizuar gjithsej 60 fëmijë. Sezoni i gripit ka rritur ndjeshëm edhe numrin e kontrolleve e në nivel ditor doktori Filip Doksimovski tregon se kontrollohen rreth 150 fëmijë. Grup moshat më theksuara që preken nga gripi dhe sëmundjet në rrugët e frymarrjes janë foshnjat dhe fëmijët parashkollor. Доаѓаат со висока температура, кашлица, интензивна измочителна кашлица, која што особено се интензивира во ноќните часови, со тежното дишење, свирење во градите, така да таа е симптоматологијата која што највише преовладува во моментов. Mjeku Doksimovski thot se ka pacient në gjendje të rënd shëndetësore me infeksione respiratore që janë në mbështetje e oksigjeni. Megjithse ka shumë pacient të shtrirë, Doksimovski thot se Instituti i Sëmundjeve të Mushkrive te Fëmijët Kozle ka ende kapacitet për të pranuar fëmijë. Да, имаме и потешки пациенти со потешок облик на долно респираторни инфекти кои што захтеваат и кислородна поддршка. Всушност сите пациенти кои што се хоспитализирани се оние кои што имаме проценато дека не можат да бидат на домашно лекување со перорална терапија и кои што побаруваат хоспитален третман и оние кои што побаруваат кислород. Mjekët theksojnë se ajri i ndotur i ngarkon më tej rrugët e frymarrjes te fëmijët dhe se vjeshta është veçanërisht problematike për fëmijët me astmë dhe alergji, të cilët mund të përjetojnë ndërlikime. Nga Spitali Kozle thonë se ende nuk ka mbritur piku i gripit dhe se në vijim pritet të rritet edhe më shumë numri i pacientëve që vijnë për trajtim.